Vjosa Osmani Amer Valles me Elisa Spiropalin, presidentja e Kosovës, vjen në Shkodër për 113 vjetorin e pavarësisë. Ministra për Europën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali, së bashku me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, ju bashkuan festimeve për 113 vjetorin e pavarësisë në Shkodër. Nga sofra e pavarësisë, në atmosferën kuqezi, Spiropali tha se sot shumë se kur më parë, Shkodra qëndron e palëkundur si një simbol i pathyeshëm i unitetit e bashkimit kombëtar. Spiropali mirëpriti me një mesazh edhe presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani. Sofra e shqiptarit i përket mikut. Asnjë shprehje nuk rok më fort shpirtin ton të mikpritjes. Veç se ju e nderuar Vjos në këtë qytet vërtet jeni mike, por jo mysafire. Sepse ju, ashtu si të gjithë bashkombasit tuaj, vëllezërit e të njëjtit gjak, këtu jeni në shtëpinë tuaj, tha Spiropali. Të pranishëm ishin edhe zyrtarë dhe personalitetet të shumt, ndërta edhe këngëtarja e dashur për publikun Shkurte Fejza. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.